Urojmë e shpresojmë që ju ka pëlqyer ajo që kishim treguar tani, pra një histori suksesi këtu në hotel dhe restorant Harea, ku patëm nderin dhe kënaqësinë me intervistues zotri Veselaj, e tash është koha për intervista javës që pikërisht në këtë ambient të bukur të Harea do e kemi Dafina Morinën. Profesorit të ndjerë, sa të flas për to, më bën mundi me emocione, më falë. Nuk bazona në bakshish drejt, po të regoj absolutisht nuk më dikon fare. Një emër që i kaldasma dhe ahengjët familjara. Bëhet fjalë për Dafina Morina, e cila për nder të 8 marsit ishte ftuar në emisionin Zonë. 8 marsi është një ditë shumë e veçantë për mu. Jam një nonë e një djalit mrekullueshëm. Po ashtu ka shumë vlerë të unë edhe ko marrë urime me mëngjes prej tij, edhe më ka bo mundi shumë mirë, më ka emocionu. Është një festë që gjithmonë ka pas rëndësi në familjen tonë, si për mamin tem, po ashtu tash që jam bo vetë nonë. Është një festë shumë e veçantë, edhe jam shumë e lumtur që jam angazhuar sot për zonja dhe zonjusha me performu, për shkak se këndoj me qef edhe na vajzat dina me bo pak ma shiret. Kështu me nej është një festë shumë e mirë edhe jam e lumtur që e festojmë. Jemi të lira, jemi me drejta. Ajo më tutje tregoi që janë bërë rreth 15 vite që është pjesë e skenës. E për në Zoom spulon disa detaje interesante që i kujton me nostalgji. Kanë qenë në për skena të vogla, si dita shkollës, diçka festa komunale, mirë po për dasma, live performanca, do me thonë kam fillu që 15 vite. Do me thonë kam grupin tim orkestrën komplet, që tash e shumë vite do me thonë e ushtrojmë këtë profesion, edhe nëse e kisha mendu, që unë kam u kanë këtu, kam me pas komplet sezonën e rezervume, kam me pas orkestrën tem, nashta që nuk e kisha besu nëse i shkon më pas pyet në fillim, se ka qenë një sfidë kogje e madhe, sidomos si që the edhe ti, ka shumë këngëtar, ka shumë talenta, ka shumë konkurrencë, edhe ka qenë shumë e vështirë, sidomos pa pas krah prej dikuj. Me qenë se u përmend pjesa mbështetjes, ajo me emocione të shumta për lotët kur e falenderon publikisht profesorin tashmë të ndjer, Ibrahim Hamiti. Unë e kom pas mbështetjen prej profesorit të ndjer. Ibrahim Hamiti ka qenë, do me thënë, shtysa kryesore që sa të flas për to, më bën mundi me emocione, më falë. Jo, është normale. Çka kujton ndoshta? Po, ai ka bo shumë, edhe ai është, do me thonë, kryesori që unë sot jam këtu ku jam, me mbështetjen e tij, me këshillat që mi ka thonë, do me thonë, hapat e parë në muzikë, unë i kom marrë prej tij. Përveç familjes, kuptohet, ai ka dhënë shumë për shkollën tonë, edhe për talenta, nuk jam vetëm unë që jam këngëtare prej tij. Ai është profesori që i ka nxjerrë këngëtare Shyrete Belulin, Remzi Osmanin, Motrat Mustafa, e shumë bilbilat e Mushtishtit, do me thonë ai ka bë këngëtare. Se i shkon gjallë, çfarë kishe pasur? Unë kom pas pak mundësinë m'ja tregu suksesin që arrita, po shumë pak. Kisha dash vetëm i thon faleminderit që pa kushte, do me thonë më ka mbështet. Këngëtarja Morina ka qëndruar larg skandaleve dhe përflitjeve të shumta në mediat roz, sa ka qenë sfiduese për të që të bëjë karrierë pa u degraduar. Prej që kam fillu, do me thonë muzikë, kanë tregu që muzika është një industri e rënë, e vështirë, po për femna menojshin që kish mujt me qenë lehtë për shkak të skandaleve ose përfshirjes në situata të ndryshme. Mirë po, unë kam zgjedhë mas pari me qenë njëri, me qenë familjare, e pastaj këngëtare e tjera. Në momentin që kam vendosur mu marrë me këtë profesion, unë e kam dashur si profesion edhe si punë për me pas në të ardhmen.
Po ashtu kam vendos disa kriteret që nuk I shkeli për asnjë sen në botë. Edhe kjo më ka bë mu me pas punë, me pas sukses, po edhe mos me pas ndonjë problem me dikon. Artistja pohën faktin që privatësia është e shenjtë dhe se puna duhet të flasë vetë, e që për këtë duhet krijuar një bazë, e pastaj ta presësh e ta shijosh famën dhe suksesin. Të flasim tani për raportet e saj me kolegët e estradës. Ajo thekson që me secilin mundohet të jetë shumë transparente. Por çka mendon Dafina për yjet e TikTok që famën po e marrin vetëm përmes rrjeteve sociale? Është e dëmshme muj me thonë për komplet shoqërinë që gjonat që nuk janë kualitative dhe në interes për diçka të mirë, marrin atë shumë vëmendje. Mirë po unë mendoj që në bazë të popullatës, do me thonë qysh jemi ne si njerëz, si kulturë, si popull, qashtu edhe kemi mu zhvillu, qashtu kemi me shiku e tjera. Nëse populli I gjirë, I pëlqen ato video, atëherë kush jam unë me gjyku që është keq ose mirë. Nuk kom pas kësi konflikte me kërkon, edhe mendoj që s'ka me pas, sepse mendoj që nuk është asnjë gjon këtë jetë e spontane, si me thonë, asnjë gjon në botë nuk vjen rastisht. Mendoj që çdo kujt I ndodh diçka për një arsye. Pika fort kryesore është që atmosfera nuk mungon asnjë dasëm, jo te I njofshmi, jo te ai, jo te ky, ne e bojmë atmosferë, do të thonë njihemi për atmosferë. Pikë e fortë e jona tjetër është që na çdo këngë e këndojmë live. Do të thonë performanca e unë është 100% live, nuk ka manipulime apo diçka tjetër. Edhe pika tjetër e jam e fort është orkestra, do të thonë jemi një grup që janë 5 instrumentista, përveç me edhe një këngëtari tjetër që e marr për ndihmës. Do të thonë kam kitarist, kam bumjar, kam 2 sintasha, kam saksofonist, do të thonë laramania e instrumentistave edhe harmonia që kemi në mes vete na dallon si grup. Atë ngacmuan pak edhe për çmimin e një dasme, por dhe për bakshishin më të madh që ka pranuar ndonjëherë. Nuk bazona në bakshish drejt, po tregoj absolutisht nuk më ndikon fare. Mu m'intereson dasmori që më ka ftu mu ka një kënaqën, edhe në pagesën që ja ko marr atij, mu mjafton, do me thonë, për komplet me mbulu çato çka e kum planifiku për grupin edhe për veten. Bakshishja është dhurat prej që secilit sado që ka mundësi jep. Kemi marrë, ka pas raste që kemi marrë shumë, ka pas raste që s'kemi marrë hiç. Varet, do me thonë, edhe varet prej zonave ku shkon. Po, jo, unë njëjtë jam, edhe grupi jemi njëjtë. Normalisht që bakshishja është normalisht që të stimulon si automatikisht I madhon një dhurat, mu më bën mu një shumë mirë po nuk na ndikon në performancë. Performanca është e njëjtë, ne kemi shku me performu për çiftin e ri dhe për dasmort, nuk e ndrojmë repertoarin për shkak të bakshishit. Ekskluzivisht për emisionin Zoom, Dafina zbulon se së shpejti do të eksperimentojë në balada dhe këngë ritmike. Deri atëherë, shumë suksese për të! Me fjalë smuj me